Atëherë mirëdita juve që na prisni këtu si Federate Padelit e Shqipërisë. Jemi këtu në një nga lagjet e Lundrës, bashkë me Endritin që mbulon sportin në Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, dhe së bashku po inspektojmë një projekt të ri, një qendër të re, një mundësi tjetër për sportin, për të rinj, për të gjitha moshat, që vjen si një rezultat i një eventi i cili u financua nga shteti shqiptar, nga qeveria shqiptare, dhe që pati goxha sukses, ishte turneu i padelit FIP Platinum në qendër të kryeqytetit, për ata që e kujtojnë pak muaj më parë, edhe që është nga ato shembujt e aktiviteteve dhe projekteve të qëndrueshme. Nuk janë evente të cilat kalojnë dhe stëna si gjurmë, por këto janë evente të cilat në rastin e fjalë ne jemi këtu para një prove të prekshme që pas një investimi si ai që patëm, gati mbi 20.000 shikues të finales të atij turneu, dhe patëm shumë të tepër shikues edhe online edhe nga rrjetet sociale, pati një ndërkombëtarizim mirë, sporti me rritje më të madhe në botë, na thon, edhe na del sipas statistikave. Vim dhe kemi tashmë dhe inventarin e turneut, e kthejmë në një qendër e cila i mbetet Tiranës. Natyrisht që këto pajisje nuk do rrojnë të rjetën, po ama aq vite sa do mbajnë derisa ato të amortizohen edhe të rinovohen pastaj në vijim nga ju. Ato do jenë këtu në shërbim të atyre brezave që ju do i angazhoni në këtë sport kaq të bukur, kështu që unë ju falenderoj për punën. E keni bërë këtë gjë si një angazhim tuaj dhe keni vënë në dispozicion të projektit Truallin dhe gjithë pjesën e punëve sistemuese, instalimet nga e para dhe gjithçka që do ketë këtu si një qendër e cila do ofrojë edhe shërbime të ndryshme për një aktivitet që do të jetë me shumë orare dhe që do jetë me siguri, besoj, dhe me programet tuaja falas për pjesën e federuar të këtij sporti, edhe për pjesën e aktiviteteve që do të përfshin të rinjt edhe fëmijë. Besoj që dhe ata janë të interesuar, apo jo? Pra janë dhe në mosha më të reja, dhe kështu që mendoj që është një lajm i bukur dhe është i prekshëm këtu, që njerëzit duhet ta kuptojnë që është një realitet i cili po vjen padelin në Shqipëri, natyrisht që ka disa qendra, po kjo është një qendër tashmë në kujdesin e Federatës së Padelit dhe është një realitet shumë pozitiv. Unë ju rifalenderoj. Faleminderit që erdhët, zoti ministër. Faleminderit Endri. Ky investimi që po bëhet këtu është në sajt kontributit tuaj, që kontribuat me këto fusha në bazë të gjithë asaj që bëhet aktivitetit që ju organizuat. Ne u munduam që pas këtij aktiviteti ta kthejmë këtë në realitet dhe të bëjmë këto fushat këtu në këtë vend kaq të mirë afër këtij kompleksi. Po ashtu ne jemi suport për gjithë të tjerët privatët që duan të hapin fusha, duke i dhënë shembullin dhe atyre që ky sport promovohet dhe të hapen sa më shumë fusha në Shqipëri. Se sa më shumë fusha të hapen, aq më shumë do ketë pjesëmarrje te ky sport aq i hapur në gjithë Europën apo në gjithë botën. Pajisjet që u përdoren për turneun janë të një cilësie dhe standardi? Këto janë cilësia më e mirë e pajisjeve sot për sot në pothuajse në gjithë botën. Që nga brendet më të mira të prodhimit të fushave. Dhe në këtë mënyrë, si më thënë Endrit, kemi dhe një konfirmim nga ana po themi e Federatës Ndërkombëtare që janë të bindur që nga fjalët kaluam në vepra dhe që e kanë këtu të montuar, edhe që premtimi u mbajt dhe nga ana jonë që ne do jemi në gjendje që ta organizojmë qendrën në Tiranë. Faktikisht kjo ka qenë pjesa më e vështirë e negocimit të kontratës me ta, sepse vlen që ne ta themi, ose kemi thënë dhe në konferenca shtypi, që kjo kontratë u negociua nga Ministria Përgjegjëse për Sportin direkt me Federatën Ndërkombëtare, ku Federata Shqiptare ishte edhe për shkak të mundësive, ishte një suport, por më tepër le të themi suport kombëtar. Kështu që ka qenë dhe pjesë e çdo grupi pune, edhe ka qenë pjesë brenda e urdhrit të grupit punës të kryeministrit. Kështu që financimi ka qenë direkt për Federatën Ndërkombëtare, por që theksojmë këto fusha që janë, por jo vetëm, sepse të gjithë sportistët, akomodimi, ashtu siç ju e keni përmendur në çdo dalje, që këto para janë kthyer mbrapsht, edhe ky është një fakt. Ky është një fakt që kemi këtu dhe besoj që Federata e Padelit pa infrastrukturë nuk do arrinte dot që të
të zhvillonte sportin, kështu që besoj që vizioni i ministrisë është i qartë për sigurtimin e federatës jo vetëm në buxhete, por edhe në infrastrukturë. Kështu që fal patjetër dhe presidentit të federatës, që është një shembull besoj nga gjithë presidentët e tjerë që ka dhënë nga vetja, jo vetëm thjesht duke parë. Po kjo është e rëndësishme se jo të gjithë mund ta kryejnë këtë rol, edhe normal që duhet bërë edhe pjesa e filantropisë, edhe pjesa edhe evidentimit të asaj që ju bëni në jetën tuaj të përditshme, që është pjesa e biznesit, që merr një kënaqësi shumë fishe, që je duke lënë edhe një emër, je duke lënë një kulturë të tërë, edhe njerëzit duhet ta kuptojnë këtë pjesë, që pse ne kemi pak vite në demokraci, në kuptimin e mirëfillt të fjalës, ekonomia tregut tek ne ka shumë pak dekada, që mund të quhet vërtet që është e një niveli formalizimi dhe themi ligjshmërie të tillë që të kënaqë çdo pritshmëri. Njerëzit në përgjithësi kanë një problem ndonjëherë me biznesmenët, ju shohin sikur jeni vetëm ata që merrni dhe vetëm ata që pasuroheni dhe nuk e kuptojnë që ka dhe momente shumë të rëndësishme në jetën e biznesmenit që ai ka ndjeshmëritë e veta, ai ka pasionet e veta, edhe ajo që ju bëni është shumë e rëndësishme se është edhe përgjegjësia sociale, po është edhe ajo që është në radhë të parë njëherë direkt promovimi asaj që ju jeni si subjekt. Kështu që njerëzit duhet ta kuptojnë që biznesmenët nuk janë pjesa e kulakëve të shoqërisë. Biznesmenët janë ata që pa të cilët ne nuk bëjmë dot. Edhe kjo gjë nuk do ishte realitet në rast se ju nuk do i vini këtu pjesën e bazamentit, gjithë terrenin që keni vënë në dispozicion, kontratat që keni bërë ju për këtë terren. Ju do bëni zona është zonë elitare, është me thënë drejtën mashallah në kuptimin e infrastrukturës e të gjitha, ata që do vinë të ndjehen si në Europë për të lozur këtu. Ju do bëni besoj edhe një vend ku do uleni, e do rini, do keni zyrat, besoj edhe federata do stacionohet ndoshta në një zyrë këtu. Do kemi një zyrë këtu të vogël, patjetër të federatës, po do bëjmë më shumë kemi prioritet që të. Unë imagjinoj inaugurimin që do jetë me zhurmë, me tri, me fëmijë, me çuna, me goca, cilët do jenë. Ne duam ta promovojmë nëpër shkolla. Lumtur këtu. Folur edhe pak me shkollat, kemi nisur kontaktet e para. Që ky sport të promovohet, të rritet sa më shumë. Sporti bën mirë për të gjithë, kështu mendojmë ne të padelit. Doja të thoja edhe që aktivitetin vetveten në ditët që u krye dhe që të falenderoj edhe për pjesën e gjithë ndihmës dhe bashkëpunimit atje, mirë kuptimit që ju treguat, gjithë komuniteti shqiptar i padelit punoi pa komplekse, punoi pa asnjë mëdyshje, edhe natyrisht edhe gjithë sistemi sportiv, natyrisht edhe marrëdhëniet që ne kemi me koksh, marrëdhëniet që kemi me shkollat, me gjithë pjesën e brezave që janë sot në programet e sportit në shkolla. Të falenderoj edhe për atë pjesë. Ai ishte një aktivitet që na ka sjell shërbime, na ka sjell net fjetje në hotel, na ka sjell konsum, na ka sjell ekonomi, na ka sjell promovim, na ka sjell njohje, imazh, postimet e atyre sportistëve të huaj në Instagram, në internet, në Facebook kanë marrë dhënë, edhe unë kam marrë, domethënë, pafundësisht mesazhe për pjesën e padelit në Tiranë, një imagji, pjesa e mënyrës se si u bë ai setup në atë perëndim të mrekullueshëm që kishim atje, dhe që kaluam jashtëzakonisht bukur në mes të qytetit. Festa të tilla, aktivitete të tilla i japin shumë vlerë qytetit dhe i japin interes turistik. Edhe kështu që dhe nga raporti përfundimtar që ne morëm i gjithë turneut, sepse Federata Ndërkombëtare ka sjellë një raport përfundimtar të detajuar, të specifikuar me numër ndeshjes, me fitues, me pjesëmarrës ndërkombëtar, shikues, por edhe vendas, ka sjell edhe patjetër faturën e shpenzimeve, ku le të themi 50% nga ata është tashmë, sepse e kërkuar dhe nga ne, patjetër se detyrimet ligjore na i kërkojnë, rreth 50% e kësaj shumë që ne kemi dhënë 2.2 është kthyer në mënyrë direkte. Investimi që ne bëm, gjysma ka ngelur në mënyrë direkte me gjithë pagesat e bëra dhe në kontraktimet tu. Po kjo nuk është vlera e pa shkruar, që është vlera e pa çmuar e përfitimit indirekt ose direkt në promovime, në imazhe, në atë, edhe njëkohësisht ajo që do lëmë këtu. Dhe një benefit i federatës ishte gjithashtu që federatët ndërkombëtare janë në C, B edhe A, pra në njohje, dhe besoj që Federata Shqiptare nga organizimi së bashku me ministrinë ka arritur një nivel tashmë që të jetë edhe me votë në Federatën ndërkombëtare, kështu që besoj është një arritje për. Je i kënaqur se ti vetë je si më teknikisht i lidhur me sportin tu apo jo?
Po, jemi shumë të kënaqur edhe me cilësinë e fushave, siç e tha dhe presidenti, janë cilësitë më të mirë fushave që janë në treg për moment. Edhe besoj që do bëjmë një gjë të mirë me klubin që po krijojmë. Fokusin, siç e tha dhe presidenti, do e kemi shumë të ri tek shkolla, tek nëntëvjeçarët, sepse në këto momente jemi në fazën që ne nuk kemi shumë mirë me të ri. Por besoj që ta angazhohemi mirë. Po, siç edhe përmendëm dhe më parë, kemi edhe një fushë pikebolli që do jetë një Që hapet për herë të parë në Shqipëri. Por edhe peshbolli, ping-pong, vendosur. Pikëbolli është shumë i parë në gjithë. Edhe evente. Po, edhe Përveç evente do jetë sportit, me kualitet. evente mund të ketë dhe muzikë, mund të ketë dhe mbrëmje, mund të ketë dhe një mix kulturor me sidomos kur keni dhe turne që mund të sillni dhe pjesë të kolegëve tuaj nga rajoni. Domethënë, ne kemi tashmë dhe thirrje për sportin, keni thirrje për eventet që janë turistiko sportive apo turistiko kulturore, kupton, edhe mund t'i përdorni këto. Të gjitha. Mundësitë po shtohen, natyrisht e mira nuk ka fund. Shpresojmë ligji i sponsorizimit brenda kësaj vjeshte të bëhet realitet dhe ju pastaj do shikoni një transformim edhe në pikpamjen financiare nga bizneset edhe të tjera, që këtu mos jenë vetëm logot e federatave administrative, po të jenë të bizneseve të tjera. Kështu që unë ju falenderoj, s'ka gjë, më mirë që bëhet zhurmë se punohet. Tani unë e di që Endriti ka në fund atë sfidën që do të lozi, po Bëj një me këtë herë. po unë nuk është më mirë bëhet ti, ne dy pak më të vjetrit bëhet ti me ne po të shohim nga jashtë.